E nis me ju, zoti Muja, a janë opcion zgjedhjet dhe çfarë do të mund të prodhonin? Po zgjedhjet në rastin ton duket që do të jenë zgjidhja fatkeqësisht, sado që e përmend edhe ti më parë që brenda 14 muajve me pas zgjedhje, gjithçka është, po normale nuk është. Posaçërisht për një shoqëri si tonë në cila ka pas një kalume jo shumë të qetë, mos me thonë dhimbshme, edhe e cila po përballet me, nëse mund të them kështu kushtimisht, me dhimbjet e demokracisë. Ne i patëm zgjedhjet e, nëse mund të them kështu, në fushat jemi prej fundit e vitit 2024. Zgjedhjet pastaj ishin në shkurt vitit 2025, 10 muaj ishim në ngërç, ishin zgjedhjet komunale, ndërkohë pastaj këto zgjedhjet e fundit, dhe kemi një rezultat i cili shikim parë nuk do duhej askoj me ja pas idenë më të vogël që mundet me pas zgjedhje prap pas 2 muajve. Këto zgjedhje prodhuan një shumicë plebiscitare të paparë për historinë politike të Kosovës së pas luftës, 51%, 51.1% për me qenë ma preciz, të cilat në secilën rrethon normale, në secilën sistem normal do të ishin më së të mjaftueshme për të konstituar institucione shumë stabile. Duket që kjo nuk është e mjaftueshme për sistemin Kosovë. Mos të harrojmë, ne e kemi një sistem politik komplikuar, e kemi një zonë zgjedhore, e kemi vendet e garantuara, një sistem proporcional, i cili është goxha vështirë për të prodhuar shumica çfarë ka prodhuar, dhe në fakt është goxha përjashtim i çdo me qenë këto shumicat të cilat u krijuan. Sido që të jetë, duket që fryma e kushtetutës sonë, me cila është goxha, kisha me thonë, skandinave, është duke u fërkue me kulturën politike tonë, e cila është ballkanike, edhe të cilat e refuzojnë duke njëra tjetrën. Po që është edhe përplasje kulturash kjo, po? Unë mendoj që është edhe përplasje kulturash politike, sepse nëse shohim kushtetutën tonë, Se bie që duhet ndryshohet kushtetuta, se shtetarët nuk mund të ndryshojnë. Jo, kushtetuta duhet me qenë avangard, kushtetuta duhet me qenë para shoqënisë, sepse shoqënia duhet me ndjek deri në një mas, po duket që jena goxha shumë larg, është ky zbrazësia është goxha e madhe, dhe ne kemi shpresuar që po i ofrohemi më shumë, po duket që nuk ju kemi ofruar. Tash zgjedhjet, po është e mundshme me zgjedhjet, ishte me qenë opsioni i fundit, por duket që do të kemi prapë zgjedhje. Nuk shoh që do të ketë ndryshime të mëdha, sepse nuk kanë çka me treguar shumë asnjë raport. Ndoshta çështja më kryesore që ka mu tentuar mu materializua është menaxhimi i fajësisë, kush është fajtor për këtë dështim të konstituimit të institucioneve. Zgjedhjet e kaluara vetëvendosja ka ditë më mirë me materializua këtë fakt, posaçërisht në raport me lidhjen demokratike, e cila faktikisht ishte edhe bllokuesja kryesore e rastit. Dhe të shohim tash, shpresoj shumë që gjykata kushtetuese do të lejë një mundësi për dalë prej kësaj krize, dhe partitë politike do ta tejkalojnë vetveten, dhe megjithatë do të evitojmë zgjedhjet, sepse zgjedhjet nuk janë opsion për Kosovën. Mirë, do të flasim